Në qytetin e Gjirokastrës është zhvilluar edicioni 5 të Odat e Iso Polifonis, një aktivitet që solli në qendër të vëmendjes trashëgiminë e pasur kulturore të jugut të Shqipërisë, mes këngëve polifonike, valleve tradicionale, kostumeve popullore dhe atmosferës së dasmës gjirokastrite. Nxënësit e shkollave të qytetit së bashku me mjeshtrat e Iso Polifonis interpretuan me pasion dhe emocion vlerat më autentike të traditës shqiptare. Nga më të vegjëlit deri tek organizatorë dhe artistët pjesëmarrës, emocionet ishin të dukshme, ndërsa të gjithë ndanë të njëjtin mesazh: ruajtja e Iso Polifonis dhe traditave po trashëgohet me fanatizëm tek breziri, duke garantuar vazhdimsinë e kësaj pasurie të rrallë kulturore. Sipas regjisorit Kudret Alikaj, e veçanta e këtij edicioni është që ne pasi diskutuam gjatë, vendosëm që çdo radhë, duke qenë se Gjirokastra është një zonë shumë e njohur turistike sot, dhe kjo u pa edhe sot, ne martojmë nga një vajzë. Dhe radhën si sot e kishe që të martonim një vajzë gjirokastrite, me kostumin e famshëm të Gjirokastrës, dhe ajo që ndodhi në qendrën e pazarit ishte jashtëmase shumë e bukur, ku turistë, qytetarë e shijuan një performancë të jashtëzakonshme. Tani kemi aktivitetin që vazhdon me një përgatitje shumë të mirë. Sot me këtë kostum unë kam përfaqësuar Nusën Gjirokastrite, është kënaqësi dhe privilegj për mua të kem veshur këtë kostum kaq të bukur të qytetit të Gjirokastrës. Ne jemi të krahin e së Lunxherisë, ndihemi shumë të emocionuara. Do të kërcejmë valle të kënduar. Një nga momentet më të veçanta të aktivitetit ishte dhe parakalimi në pazarin karakteristik të Gjirokastrës, ku veshjet tradicionale të krajinave të jugut tërhoqën vëmendjen e turistëve vendas dhe të huaj. Ngjyrat, motivet dhe eleganca e kostumeve popullore u kthyen në një atraksion të veçantë, duke i dhënë qytetit një atmosferë festive dhe autentike që u mirëprit nga vizitorët.